Ndërsa qytetarët në rajon përballen me të njëjtin realitet të shtrenjtimit të karburanteve, mënyra si reagojnë qeveritë nxjerr në pa një diferencë të fortë mes Malit të Zi dhe Shqipërisë. Në Mal të Zi pati lëkundje, pati edhe kthim mbrapa brenda 24 orëve, por në fund pati një vendim. Qeveria ndërhyri drejt për drejt te aksiza, duke e ulur ndjeshëm dhe duke frenuar menjëherë rritjen e çmimeve. Rezultati, nafta u stabilizua rreth 1.56 euro për litër. Pra, edhe me zigzake politike, Podgorica zgjodhi të mbrojë qytetarin në momentin kritik. Në Shqipëri ndërkohë, historia është krejt tjetër. Këtu nuk ka zigzake, ka vonesë, ka deklarata, ka premtime, por nuk ka efekt. Ndërsa flitet për ulje aksize dhe rikthim bordesh, çmimi i naftës ka kapur nivele alarmante, duke u ngjitur në 214-219 lek për litër, pra mbi 2.2 euro, dukshëm më shtrenjtë se në Mal të Zi. Kjo nuk është më çështje perceptimi, por realiteti prekshëm. Në një vend me paga më të ulta dhe ekonomi më të brisht, karburanti po shitet më shtrenjtë se te fqinjët, dhe ndërkohë që në Podgoricë vendimi u ndjej menjëherë në xhepin e qytetarëve, në Tiranë ulja ekziston vetëm në fjalë. Madje edhe komunikimi zyrtar e tradhton situatën. Masat do të zbardhen, bordi do të ngrihet, efekti pritet. Ndërkohë qytetari nuk pret, ai paguan. Dhe këtu qëndron dallimi brutal. Një qeveri që tërhiqet për të vepruar dhe për të ulur barrën reale, dhe një tjetër që flet për ulje, ndërsa lejon që tregu të vazhdoj pa asnjë fren. Në fund, diferenca mes 1.56 eurove dhe mbi 2.1 eurove nuk është thjesht një shifër, është prova se kush ndërhyn dhe kush justifikon.